Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme, me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Do të nisim ditën ton maraton, do të nisim ditën ton të gjatë të komentimeve, të analizave, të ngjarjeve më të fundit që në fakt po ndodhin në shoqërinë tonë, në jetën e artistëve shqiptar. Ka qenë shumë e komentuar, realisht ka qenë shumë e komentuar marrëdhënia e Mateos edhe Brikenës. Që natën e mbrëmshme kur Mateo publikoi një moment që do të sjellën një projekt të bukur, do të sjellën një këngë, menjëherë publiku shqiptar nisi në hamendësime, nisi në hulumtime, se kujt i takon kjo këngë, për kë e ka kënduar Mateo këtë këngë. Tani në qoftë se Mateo do të sjellë një këngë, dihet se kujt i takon ky dedikim, dihet se për kë është kjo këngë, dihet se për kë ngjitet Mateo Bori me këtë këngë në skenë. Me thënë, është një dedikim fantastik që i jepet dashurisë së jetës së tij. Me thënë, Brikena Selmanit. Mbi të gjitha, unë dua tani të komentoj një marrëdhënie që publiku tashmë ka filluar të rikthehet përsëri në dyshime për Mateon dhe Brikenën, sikur gjërat nuk u shkojnë mirë, sikur gjërat nuk u shkojnë mbar, sikur kanë një lloj krisje, sikur Brikena është e ftohtë, nuk është e Brikena që ne duam ta shohim. Tani, unë mendoj njerë fillimisht që Brikena është në një emision, dhe zakonisht kur ti je në një emision, je ngjitur në një skenë, je në një spektakël, ti me patjetër që ke emocione, ti me patjetër që je i fokusuar në spektaklin të cilin je, ti me patjetër që mendjen tënde e ke tek skaleta, tek skenari, se çfarë pyetjesh do të bësh, se kur do të vijë momenti që të ngjitesh në intervistë. Nuk më merr mendja që Brikena duhet të jetë fokusuar se çfarë mimike bën Mateo, se çfarë bën Mateo dhe se si Mateo ngjitet në skenë. Ajo është emocion, është përgjegjësi dhe Brikena e ka përgjegjësinë e të gjithë natës në duart e saj, ashtu siç përgjegjësinë e ka Mateo në dorën e vet për rubrikat, për pjesën e tij, dhe mua më duket e pa imagjinueshme, më duket jo njerëzore që ne ta paragjykojmë marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos, sikur ato të dy nuk e duan njëri tjetrin, sikur ato të dy nuk flasin me njëri tjetrin, sikur ato të dy nuk e respektojnë njëri tjetrin. Pse? Sepse Brikena ditën e sotme është duke ndenjur pak më e heshtur, është duke ndenjur pak më serioze, dhe kjo tregon që nuk e do. Domethënë është një perceptim i cili është fituar vetëm nga qasja e qëndrimit të Brikenës në një media. Unë mendoj që Brikena është shumë në rregull me Mateon, ato e pranuan edhe njëri tjetrin në rrjetet sociale sërish, do me thënë dashuria apo marrëdhënia apo lidhja e tyre vazhdoi. Unë mendoj që Brikena dhe Mateo tashmë do ta bëjnë lidhjen pak me karar, nuk do t'jenë si herën e kaluar që u afruan tepër, që ndan momente të tepërta, sepse mendoj që ndikon kjo tek ato, edhe qasja e publikut tek ato ndikon, dhe mendoj që ndikojnë të gjitha gjërat, dhe Brikena dhe Mateo mendoj që do t'jenë pak më të më të stopuar në aspektin mediatik. Unë nuk dyshoj që ka dashuri mes tyre, të paktën unë që merrem me showbiz të gjitha këto vite kam arritur ta kuptoj që Brikena dhe Mateo kanë një lloj emocioni, kanë një lloj pasioni në veten e tyre. Nuk mund të themi që të gjitha gjërat janë për klikime, nuk mund të themi që të gjitha gjërat janë për audiencë, nuk mund të themi që të gjitha gjërat janë për shikueshmëri. Domethënë kemi të bëjmë me një Mateo dhe me një Brikena që e simpatizojnë veten e tyre, e duan veten e tyre, e duan dashurinë e tyre, dhe unë mendoj që marrëdhënia po shkon drejt së mirës. Domethënë nuk ka dashuri pa krisje, nuk ka dashuri pa xhelozi. Në jetë jemi mësuar që të shohim edhe çifte të cilat kanë luftra të mëdha në dashuri, mund të ndahen në 10 herë brenda vitit, por përsëri nuk mund të rinë dot pa njëri tjetrin, përsëri nuk mund të kalojnë dot momente pa njëri tjetrin, domethënë i japin njëri tjetrit shumë emocion, i japin shumë pasion. Unë shoh një Brikena që e do Mateon, unë shoh një Brikena që lufton brenda saj për dashurinë e Mateos.
Dhe nuk shoh një Brikena që nuk e do Mateon. Tani në qoftë se unë një ditë do të dalë në një emision dhe do të jem pak më serioz, kjo nuk do të thotë që unë nuk e dua, për shembull, në qoftë se ta kisha partneren time në pjesë të atij edicionit. Unë mendoj që është ai stresi dhe ajo përgjegjësia e madhe që Brikenën e ngarkon dhe unë e shoh Brikenën shumë të fokusuar, do të thënë e shoh shumë të fokusuar brenda në skenar, le ta themi, sepse e tërë ajo që ndodh në Top Arena, do të thënë pikat, informacionet, intervistat, të ftuarit, panelet, janë të gjitha, do të thënë, një skenar. Dhe unë e shoh një Brikena e cila vërtet është duke luftuar që të jetë pranë Mateos, por lufton me qetësinë e saj. Ju e dini shumë bukur që Mateo dhe Brikena janë takuar edhe përpara se të bënin vallëzimin të dy së bashku, kanë ndarë momente, kanë ndarë çaste. Brikena nuk është karakter që ti mund të shkosh spontanisht ta bësh gjën me të. Brikena ka treguar që domethënë di edhe të ta prish atë spontanitetin tënd, në qoftë se ti e merr me spontanitet, e merr me dashuri, e merr me pozitivitet, dhe unë kështu që domethënë shoh një Brikena e cila ka një qasje të bukur me Mateon, ka një qëndrim interesant me Mateon dhe mua më pëlqen marrëdhënia e atyre të dyve. Unë gjithmonë kam besuar në këtë histori, nuk dyshoja s'pak, me thënë të drejtën. Në asnjë mënyrë nuk e dyshoj që Brikena mund të mos të ketë emocione për Mateon, që Brikena mund të mos të ketë ndjesi për Mateon. Unë shoh emocione, shoh ndjesi dhe shoh një Brikena që vërtet ka dashuri dhe ka pëlqim për Mateon. Mendoj që shumë shpejt Brikena dhe Mateo do t'jenë pak edhe më të afërt me njëri tjetrin, do t'jenë pak edhe më në fokus të njëri tjetrit dhe do t'japi një lloj ndjesie dhe dashurie më të bukur për njëri tjetrin. Domethënë i shoh çift të realizuar, i shoh çift të bekuar dhe të dashur në dashurinë e njëri tjetrit. Unë besoj, me thënë të drejtën, në këtë dashuri dhe pres shumë gjëra, por nuk dua që ne t'japim një vendim apo t'japim një mendim rreth Brikenës edhe Mateos nga një qëndrim që ka mbajtur Brikena apo nga një qëndrim që ka mbajtur Mateo dhe të themi që kjo është e vërteta, kjo është gënjeshtra, kjo është mashtrimi, kjo është ndarja, çifti, do të thënë nuk është se kanë ndarje. Unë mendoj që Brikena dhe Mateo kanë emocione për njëri tjetrin, kanë ndjesi për njëri tjetrin dhe do të vazhdojnë të jenë bashkë. Nuk mundesh ti të punosh me një njeri që ti ke patur një marrëdhënie, ke patur një lidhje dhe e ke lënë atë. Do të thënë gjërat nuk shkojnë. Mua nuk më puçen situatat, në asnjë mënyrë mua nuk më puçen situatat. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe, unë do t'jem këtu për ju në të gjitha platformat e mia digjitale. Vazhdoni të jeni së bashku me mua, vazhdoni të më dhuroni atë që unë dua të marr prej jush dhe jepni mendimet tuaja, analizat tuaja rreth të gjithë këtyre ngjarjeve.